parlamenti, Lala, ka diskutuar nëse këto aksidentet, që s'janë thjesht aksidentet, durë si për shembull ishte vrasje. Po, absolutisht. Rasti Durrësit ishte vrasje. Po, rastet të shumë të panumërta quhen vrasje. Marrësh i bie shtjetrit, qoftë edhe kur ke bler patentën. Duhet të provosh dashjen për pasojën. Po, edhe këtu më thosh mua duhet të provosh vrasjen. Më thosh mua të përgjigja që të prokurori. Po, do me thonë, a i duhet të vrasë, duhet të vrasë, ati pasaj provohet. Jo, aksidente me pasoj vdekjen 7 deri në 20 vjetë në stadion, kështu që... Fare shkurtë... Tani fare shkurtë, zotë Rakibi, unë kam pasur mundësin që rastin të shpreh ngushëllimet familjarëve të 2 viktimave, të 2 fëmijëve të mitur. Unë mendoj që në rastin e Durrësit e gjithë shoqëria ka dështuar për t'i mbrojtur ata 2 fëmijë. Pse e them këtë gjë? Ata luanin në bulevard, në trotuar, sepse nuk kishin një vënd ku të luanin, se ju e dini që ndërtimet pa leje apo ndërtimet skandaloze në këtë vënd kanë zënë çdo hapësirë publike, pra janë instanca shtetërore që nuk kanë krijuar kushtet minimale që fëmijët të kenë një fëmijëri normale dhe një fëmijëri të lumtur. Pra detyrohen familjet të lënë fëmijët të luajnë në trotuar, sepse nuk kanë një hapësirë të gjelbër apo një fushë ku ata të luajnë dhe të qëndrojnë. Së dyti ka të bëjë me sinjalistikën rrugore, që ju e dini është një tmerr i madh në gjithë Shqipërinë. Rrugë pa rrugë të shkatruara pa sinjalistike tira me radhë. Së treti ka të bëjë me mënyrën se si menaxhohet e gjithë fluksi lëvizjeve të automjeteve. Tani, rasti Durrësit përbën problematik, sepse në dritë kanë dalë të dhëna të cilat për Nikol Radaçin kishte patur disa sinjalizime të mëhershme, të cilët tregonin që ai ishte një person problematik dhe lëvizte me automjet me shpejtësi të lartë në këtë zonë. Do më thënë, dhe këtu do duhet ishte marrë në konsiderat nga ana e policisë së shtetit. Çfarë ndodh në rastin konkret është që unë jam darë për shumë çka me Sajmir Tahirin, ju e dini, kam qenë një zë shumë i fortë në çështjen kundër tij, por historinë që aksidentet rrugore për fat keq të kësaj natyre të konsideroheshin vrasje me dashje, në fakt i ka propozuar zoti Tahiri edhe në cilësinë e ministrit të Brendshëm, edhe si deputet i thjesht në vitin 2017. Por politika nuk ka patur interes ta bëjë një gjë të tillë. Unë mendoj që këtu duhet ketë, pra historia e aksidenteve është shumë komplekse, por do duhet ketë një bashkërendim institucional dhe normalisht të ketë rregulla të përcaktuara qartë. Ata fëmijë nëse do të ishin duke luajtur në një zonë, pra në një vend të mbrojtur, por prapë në trotuar ti i çmendur nuk mund të vish ti shtyp. Patjetër, pra, po e sqaroj. Dhe kodi penal duhet ta shpërsuar maksimalisht. Absolutisht, rasti konkret ka vranë trotuar, si ka vranë rrugë. Do duhet të marrë dëshkimin shembullor dhe nuk do duhet shkoj aksident me pasojë vdekjen, do duhet shkoj vrasje me dashje ndaj 2 fëmijëve të mitur. Shkon marzhi i dënimit, Ola, sepse në momentin që një person shkon dhe pin alkool dhe ngjitet në makinë, çfarë duhet i provosh tjetër? Unë kam parë statistikat e aksidenteve, se meqense na e sjellin statet dhe i konsultojnë që i shoh. Jemi kthyer në bilanc lufte për aksidentet. Shoh për kuriozitet. Po që kur është shpërsuar kodi rrugor dhe shumë shkelje janë bërë kundravajtje penale, që është drejtimi i mjetit në gjendje të pa rregullt, apo drejtimi i mjetit pa patent, apo kur jenë në efektin e alkoolit, nuk është se kam parë rënje të numrit të aksidenteve. Personi në fjalë, ja të ndalim i pyetja ime është për situatën që ju po flisni është një gjë shumë e rëndë, që besoj një pjesë e mirë e njerëzve kanë qenë të shqetësuar nga ajo që kanë dëgjuar, njësoj ndiem edhe unë. Patjetër. Të sqaroj pak këtë pjesë. Domethënë është gjëja më e rëndë që mund ndodh. Jetë fëmijësh, ju e trotuar, jemi në atë dyja. Por, po të them tjetër gjë. Bëj edhe dënimin me vdekje, nëse nuk e zbaton gjykata, nëse nuk e zbaton policia, nëse nuk e zbaton prokuroria, pra që të ndjek këto çështje, po falet atje. A sjell produktivitet apo është thjesht populizëm, apo është thjesht populizëm që disa politikanë po duan ta bëjnë për interesa personale në një moment caktuar. Se mbase nuk po e përdorin që të heqin fajin nga vetja, që fëmijët janë detyruar të luajnë trotuar, që s'kan ku të luajnë, që aty ku janë pedonale janë bërë parkime po ti po thua një gjë tjetër shumë të vërtetë. Jo, ti po thua një tjetër shumë të vërtetë. Ndërkohë, një sekondë, unë vinë punë në një rrugë të gjerë, pjesa Dërmusa është rrugë shumë e gjerë. 85-90% nuk din të hapin sinjalin.
nuk e din fare. Si e kanë marrë patentën, shtrohet pyetja. Si e kanë marrë patentën, fillojmë që ku. Nuk din të hapin sinjali. Ata të zënë rrugën në mënyrë më të çuditshme, dyshe, treshe. Dhe del pastaj dhe lideri i opozitës thotë ne do ta rregullojmë, arrestojmë, ta arrestoj parkim 2-3. Jo, nuk është bërë fare. Nuk është bërë dhe nuk zbatohet. Pra ne vetëm provojmë me gjë të ashpra dhe nuk e zgjidh kjo. Zbato aj sa është njëherë ligji. Nëse do t'ishtë zbatuar ligjin, të rast ne nuk do t'a kishim, nuk do t'a diskutonim farë si ngjarje, se ky person është identifikuar disa kohë më parë duke shkelur rregullat e qarkullimit të rrugës. Duhet ishte hequr patenta, Ola. Fare dhe nuk duhet dilte në rrugë. Po them pra, zbato ligjin që ke. Mos më thuaj mua bëj dënim me vdekje 2 herë, 3 herë, 4 herë sa të duash ti. Jo, nuk po themi atë, po themi që në rastin konkret është vrasje me dashje. Nikol Radaçi nuk do ta hajt, po është personal ligji. Sepse në Britaninë e Madhe, nëse ti shkel rregullat e ata që janë më pak të rrezikshëm, jo klasik përjetësodi, ata që janë më pak të rrezikshëm do të hanë kodin e ashpër penal. Jo këta si personin fjalë. Se ti ke raportuar bashkë me mua disa vite më parë kur u bë një problem i madh shumë krimi në familje, ku burrat vrisin gratë, kishte ngjarje të përditshme. Dhe atëherë u vendos me ligj që vrasjet në familje të hetonin te krimet e rënda. Dhe çfarë ndodhi si pasojë? Vrasjet në familje ishin po njësoj në statistik, ndoshta dhe më shumë pas ashpërsimit të kodit penal dhe kalimin e kësaj vepre penale tek prokuria e krimeve të rënda. Kështu që nuk është zgjidhja ashpërsimi. Nëse do ishte respektuar ligjin në këtë rast, ai vrasës nuk do të ishte në rrugë. Politika sot, të lutem zoti Rakiçi ta them këtë, politika sot po e bën për interesat e veta personale. Dakor? Sepse po të donte ta bënte kishte në 2017 aty projekt ligjin, pra gjitha ndryshimet. Çështja është në rastin konkret, do duhet, për shumë, Nikol Radaçi nuk ishte pse dilte në rrugë, do duhet të ishte hequr përjetësisht patenta dhe mbaron këtu diskutimin. Pra duhet të jenë të qartë dhe të prerë institucionet. Vetëm një fjalë. Jo thuaj pasi të jap fjalën për këtë. Edhe ai ligji but do ta kishte zgjidhur. Ju lutem. Atëre. Tham ndryshon kodi penal për këto, pasi vodhi. Çfarë do thoshe një fjalë dhe kam pyetje për ty. E kisha në raportin me, shiko, ne kemi lënë vrasje, aksidentet 2 ose më shumë personave nga 5 deri 20 vjet burg. Po ç'drejtëneni është ky nga 5 deri 20 vjet burg? Unë nuk mund ta kuptoj. Pa kuptim është. Pa kuptim. Nga 5 deri 20 vjet burg, nëse ti duke shkelur rregullat e qarkullimit rrugor, ke vrarë më shumë se 2 persona. Po duhet rregulluar nga 5 deri 20. Nuk është çështje se kjo do t'i rregullojë. Ky është një nen i turp. I turp, nga 5 deri 20. Nuk ka asnjë lloj. Ti merr në. Dhe kjo është jemi shumë okay. Atëre ikim nga ky moment, kemi një moment tjetër shumë interesant. Po ta shfaqim kodin e këtyre. Do diskutojmë të fundit dhe për ditën e ende do kalojmë pjesën pse s'pak po vonon hetimet e çështjeve të mëdha.